Të dashur shqiptar, sot është 27 mars, viti 2025, ora 11 paradite dhe unë sot shpall ditën e zis kombëtare. Kjo ditëzie është për arbreshët e Italisë, shqiptarët në Turqi, shqiptarët Arvanitas në Greqi, shqiptarët në Kosovë, në Malin e Zi, në Preshev, kudo e gjithë diaspora, në të gjithë Europën, në të gjithë botën, sot është ditë zie kombëtare. Dhe do visheni me të zeza, të gjithë, dhe do qani me të madhe, sepse sot, të dy bashkë neve, unë edhe ti si shikues, do bëjmë një zbulim epokal, një zbulim të papar në historinë e Shqipërisë. Të dashur shqiptar, sot ka ndodhur diçka e veçantë, diçka që nuk ka ndodhur në historinë asnjë kombi në botë. Sot ne do të shikojmë mbishkrimet byeline të deshifruara nga Neritan Ceka në vitin 1987. Të botuar në revistën Iliria atje. Aty Neritan Ceka thot që gjuha e përdorur në mbishkrimet e Bylisit dhe të Klosit është gjuhë e pastër greke. Kështu thot Neritan Ceka, mirë po zbulimet e Neritan Cekës na dalin që janë të kopjuara nga revistat franceze të botuara në vitin 1881, një shekull më përpara. Të gjitha botimet që nxjerr Neritan Ceka në revistën Iliria kanë dalë një shekull më herët në revistat franceze, ku gjuha e gjetur në Byllis, Apollonia dhe të gjitha vendbanimet e lashta ilire, kjo gjuhë quhet gjuha pellazgjike. Përse quhet kjo gjuhë pellazgjike, do thoni ju? Sepse është me gabime të rënda. Gabime të rënda drejt shkrimore. Grekët nuk shkruajnë kështu. Dhe autorët francezë i korrigjojnë të gjitha zbulimet ilire. I korrigjojnë në greqishten e Athinës. Problemi mbi shkrimeve pellazg është ky. Nuk kanë kuptim në greqisht. Grekët nuk i kuptojnë këto mbishkrime sepse emrat lakohen ndryshe dhe foljet zgjedhohen ndryshe. Por tekstet janë gjithsesi helene. Ç'kuptim ka kjo? Ç'është kjo gjë e jashtëzakonshme? Dhe tani, kjo është lista e emrave të qytetarëve të Byllisit, janë të gjitha emra grek, dhe Neritan Ceka ka veçuar vetëm një emër, emri i lirit Trasos, që ai shpjegon nga gjuha shqipe i trash. Mirë po, emri Trasos nuk vjen nga shqipja i trash, por vjen nga helenishtja Thrasos, që do të thot guxim. Pra, tekstet që gjen Neritan Ceka, do më thënë që i kanë gjetur francezët. Ai s'ka gjetur asgjë. Ai thotë që këto janë tekste greke, francezët thonë që janë pellazge. Ceka nuk e di që këto tekste janë me gabime të rënda në greqisht, nuk kanë kuptim në greqisht. Dhe Ceka thotë, këto janë tekste greke. Edhe emrat e banorëve të Byllisit janë grek. I vetmi i lirë është personi i quajtur Trasos. Ky emër shkruar me gabime drejt shkrimore në greqisht është deaspiruar fjala Thrasos, që do thot guxim. O guxim është emri i Ilirit. Por do të shikojmë se si është përdorur kjo në mbishkrimin e gjetur nga francezët. Pra Neritan Ceka thot, ky është Iliri që vjen nga fjala shqipe i trash. Tani i trash është Neritan Ceka që s'di helenisht. Kjo është Thrasos, guxim. Është shkruar gabimisht të në vend të thës. Nga ilirët që shkruanin me gabime drejt shkrimore. Këtë vënë re francezët dhe e quajnë këtë gjuhë pellazgjike, jo greke. Kjo është gjuhë me gabime. Në të njëjtën mënyrë filloi të shkruhej gjuha latine mbas shekullit të 4 të erës sonë. Lindi latinishtja vulgare mbas ardhjes së gotëve në Itali, u rrëzua perandoria romake.
por gotët hynë dhe në Hellad në të njëjtën kohë, në shekullin e 4 të erës sonë, dhe në Iliri, dhe e zhdukën perandorinë ilire romake të lindjes, e shkatruan komplet. Mbeti vetëm qyteti i Bizantit përkohësisht. Dhe Bizanti, nga shekulli 4 deri në shekullin e 13, pra me qindra vjet, me mijëra vjet gati, qyteti i Bizantit i rifiton këto toka, i ripushton dhe një herë. Dal nga dal, shekull mbas shekulli, i thyen të gjitha trupat gote, pastaj thyen trupat slave, i thyen dhe shqiptarët, e kuptoni apo jo, dhe rivendos gjuhën greke në të gjitha territoret e Ilirisë. Bizanti, ndërkohë që perandoria e lindjes jetoi për shkak të Romës së dytë, Bizantit, që quhet pas emrit të Ilirit të madh, Konstantinopolos, ose qyteti i Konstantinit, në greqisht, që quhet Istanbul në turqisht. Është emri i Konstantinit ky, por është emër grek. Ndërsa perandoria e perëndimit u zhduk fare dhe lindën gjuhët romane. Mirë po, pa dijenin e grekërve, lindën gjuhët vulgare helene. Ju betohem, nuk e di njeri këtë gjë, është zbuluar sot, dita e zis kombëtare në Shqipëri. Dita e zis kombëtare sot, më 27 mars, të vitit 2025 është kjo. Sot, shqiptarët mësuan që nga zhdukja e perandorisë së lindjes, nga gotët, lindi gjuha vulgare helene, ose dialektet helene, që ngjajnë me helenishten, por ndryshojnë shumë, dhe ata e shkruajnë helenishten me gabime gjuhësore. Flisnin greqisht, këta panor, por një greqishte vulgare, që quhet greqishtja koine, dhe që është nëna e greqishtes sot. Merrni frymthell. Greqishtja koine, nëna e greqishtes që flasin sot grekët, ka lindur në Iliri të dashur shqiptar mbas ardhjes së gotëve. Ja shikoni vetë çfarë ka ndodhur. Të dashur shqiptar, kjo që ka ndodhur është kaq e lemeritshme, kaq e frikshme sa që ju nuk e keni idenë se çfarë ka ndodhur. Pra, Neritan Ceka thot, të gjithë emrat e banorëve të Byllisit janë emra grek. Vetëm një emër është shqiptar, emri Trasos, që gjoja vjen nga shqipja i trash, por kjo vjen nga helenishtja Thrasos e deaspiruar që do të thot guxim. Dhe fjala guxim vjen nga mbiemri Thrasos, i guximshëm. Pra, emri Thrasis ose Trasis në ilirisht është e deaspiruar, e shkruar gabimisht nga banorët e Shqipërisë, që shkruanin një greqishte të keqe, të emrit Trasos, i guximshëm, që vjen nga një mbiemër. Grekët këto e shqiptojnë sot këtë fjalë Thrasis, jo Trasis, siç mendon Neritan Ceka, por e shkruanin gabim, e shkruanin me t, jo me th. Ky është emri Trasis ose Thrasos në helenishten e lashtë. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Pra, greqishtja që quhet greqishte pellazge është greqishte e folur mbas krijimit të dialekteve të greqishtes vulgare, greqishtes koine, në të cilën shkatrohen të gjitha rasat e lashta helene dhe krijohen rasa të tjera të panjohura edhe nga grekët vetë. Dhe gjëja më e lemeritshme është kjo që do t'ju tregoj unë tani. Këto janë fjalë të tjera të krijuar nga fjala Thrasos, Thrasobulos, Thrasodaios, Thrasodemos, Thrasomakos, Thrasomedes, Thrasomelos, dhe lista është e pafund. Të gjithë vinë nga mbiemri Thrasos, që do të thotë i guximshëm. Tani ky është muri i Byllisit, origjinal, muri i Neritan Cekës. Mirë po, na del që ky mur është krijuar
Në shekullin e 6 është dhe data e shënuar në mur, në greqisht, data është viti 551. Këtë zbulim e ka bërë një Amerikan. Një zbulim tjetër ka bërë një person në vitin 2018. Pastaj, qytetin e Bylisit e marrin pikërisht grekët në mbulesën e gringove dhe të Bashkimit Evropian e kanë marrë grekët Bylisin dhe kanë krijuar disa qendra të kulturës helene në Shqipëri. Pra grekët e kanë kuptuar që në Byllis është folur greqishtja koine, po nuk e thonë, nuk duan t'ju thonë shqiptarëve, kanë mbajtur sekret. Këtë mur e ka ngritur generali më i madh Victorinos, general Romak, që punonte për prandorin bizantine, për Justinianin. Pra Justiniani ka folur greqishte koine, është gjuha e tij. Por nuk është e njëjtë me greqishtën që flasin grekët sot, është një greqishte tjetër. Muri është ngritur për të mbrojtur qytetin nga slavët. Dhe tani, çfarë bëjnë francezët në vitin 1881? E korrigjojnë tekstin e gjetur në qytetin e Byllisit. Dhe teksti është i korrigjuar, emri i mureve, Tiksai, ata e korrigjojnë në Teixea, që është varianti jonik, por që s'është përdorur kur ndonjëherë në Shqipëri ky variant. Është i shpikur nga francezët. Neritan Ceka bën një fotografi dhe Neritan Ceka fotografon tekstin e pa korrigjuar origjinal i lirë. Dhe aty është fjala muret në shumës, Tiksai, që nuk ekziston në greqisht, por ka lindur në greqishtën vulgare të folur në Iliri. Kjo ishte greqishtja e Justinianit të Madh. Justiniani i Madh ndërtoi mure për të mbrojtur qytetet greke, ilire nga slavët. Dhe në këtë tekst thuhet tekstualisht që muri është rrëzuar dhe shkruhet në greqisht që muri është rrëzuar nga pushtuesit slav. Fjalë për fjalë. Pra, çka ndodhur? Ilirët përdorin fjalën mur në greqisht, tiksai, në shumës. Dhe e shkruajnë atë tiksai. Pse e shkruajnë atë tiksai? Sepse ashtu e shqiptonin këtë fjalë. E kuptoni apo jo? Kjo fjalë në dialektin atikis ishte teikse, që mund të shqiptoheshte tiki në gjuhën greke të sotme. Eja bëhet i në dialektin e atikës. Ndërsa ky është një dialekt tjetër, dialekti lir dorik, ose aolik, quheni si doni, dhe ka kuptimin muret për të mbrojtur qytetin. Tani do të tregojmë përse studiosit francezë e bën këtë korrigjim. Dhe fal kësaj fotografie që bën Neritan Ceka në vitin 1987, ne mësojmë që greqishtja koine ka lindur në Iliri. Shikoni me kujdes se si shqiptohet fjala tikhos, që në greqishtën e lashtë ka qenë teikos, me diftong. Mirë po, në shekullin e parë të erës sonë, në Aleksandri, në Egjipt, është regjistruar shqiptimi tikhos. Tani, ilirët, siç e dëgjojnë këtë fjalë tikos, ashtu e shkruajnë në muret e Byllisit. Pra kjo gjuha pellazge nuk është gjuhë e lashtë, është gjuhë e shekullit të 6 të erës sonë. Më saktë viti 521, momenti kur sulmohet nga slavët dhe rrëzohet muri, pushtohet Byllisi nga slavët, shkatrohet. Dhe slavët vendosen në Byllis dhe gjithkund në Shqipëri janë të gjitha fshatra me emra slav. Pra, teorikisht, slavët janë përzier me ilirët dhe kështu ka lindur populli shqiptar. Për këtë arsye, gjinoria shumës në Shqip është një lloj si në serbisht. Pra, koinon skodrinon në gjuhën ilire, greke,
është koineja e shkodrave në Shqip, është lakimi i emrave serb në gjuhën shqipe. Pra, shqiptarët janë përzierë me serbët, e kuptuat apo jo? Gjuha shqipe ilire është prishur. Pra, në shekullin e 6, ilirët flisnin greqisht. Tani, çfarë ka ndodhur? Duali në helenisht është to, te i kej. Ndërsa ilirët në shekullin e 6 të erës sonë e shkruajnë to, te i kaj. Por e reduktojnë diftongun te i kaj në ti kaj. Muret. Pra, ky është duali i dialektit dorik. Por i paregjistruar, grekët nuk din asgjë, edhe në këtë moment që po bëjun këtë film, asnjë autor grek, e them këtë para gjithë botës, nuk e ka ditur kurrë që folësit e dialektit dorik në Iliri kanë përdorur shumësin to te kaj, që shkruheshte ti kaj, sepse ashtu e dëgjonin në shekullin e 6 këtë fjalë grekët ilirë në byllis të dashur shqiptar. Tani ky është varianti jonik dhe çfarë kanë bërë francezët? Ta shënojmë. Francezët kanë shpikur një fjalë, e kanë korrigjuar tekstin e dialektit dorik në shekullin e 18 dhe të 19. Një shekull përpara Neritan Cekës. Ç'ka kanë bërë ata? Këtë shumësin, te IKEA, ata e përdorin në vend të fjalës te ikaj. Pra ilirët kanë shkruar te ikaj, e shqiptonin tikaj, ndërsa francezët, duke mos e ditur që ilirët flisnin greqisht, i quajnë ata pellazg, thonë që kjo do të ishte në greqisht te IKEA në dialektin jonik. Këtë kanë bërë francezët. Po të mos ta kishin bërë këtë gjë francezët, po të mos ta kishin korrigjuar këtë fjalë, as vetë grekët nuk do ta kishin mësuar sot nga unë, vetë grekët, që ilirët kanë folur gjuhën vulgare greke, ose dialektin dorik. Dhe që kanë bërë grekët në byllis? E kanë reduktuar diftongun te ikej në tikaj. Dhe ky është shqiptimi i greqishtes sot, të dashur shqiptar. E kuptoni apo jo? Çka ka ndodhur? Pa dijenin e grekërve fare, gjuha ilire ka evoluar si një variant vulgar i greqishtes, një koine e greqishtes. Dhe nuk është gjuhë pellazge e lashtë, por është gjuhë e shekullit të 6 të erës sonë. Pra kjo është dita më e mëndzyrshme në historinë e Shqipërisë, sepse sot të dashur shqiptar, mësuat që fjala mur ose muri i rrëzuar i byllisit në gjuhën dorike është tikaj. Por grekët nuk dinin dhe nuk dinë gjë akoma. Kur ta shohin këtë film, grekët do ulërin, do marrin sëpatat, bajonetat, thikat dhe do na therin të gjallë. Ja, ju a them unë, çfarë do ndodhin pas këtij filmi të dashur shqiptar. Do na therin grekët në gjumë të dashur shqiptar. Do tërbohen grekët. Të dashur shqiptar, sot është dita kur fillon me të vërtet lufta për jetë a vdekje e shqiptarëve dhe grekëve. Është e sigurt. Kur grekët ta shikojnë që ilirët kanë folur dialektin dorik, është e vërtetuar kjo tani, ka dalë në shekullin e 6. Dhe grekët kanë mbrojtur qytetin e tyre Byllis nga slavët. Slavët vinë dhe e shkatrojnë. Dhe grekët shkruajnë: Generali Victorinus, Justinianit Madh, e rindërton këtë mur për ta mbrojtur prapë nga slavët, por slavët vinë dhe një herë tjetër më vonë dhe shkatrojnë fare Byllisin dhe nuk banohet edhe sot e kësaj dite Byllisi. Vjen Neritan Ceka dhe e gjen Byllisin mbas francezëve, kopjon dokumentet franceze Neritan Ceka. Francezët e quajnë këtë gjuhë pellazge, nuk e dinin që është gjuha e shekullit të 6. Grekët e shkruajnë viti 521, dita kur generali Victorinus
ngre murin për ta mbrojtur qytetin nga slavët. Francezët e quajnë këtë gjuhë pellazge. Po ç'pellazge është kjo? Kjo është gjuhë e dialektit dorik, por grekët nuk dinin gjë. Sot e mësuan grekët që ilirët kudo kanë folur dialekte greke. Dhe të gjitha tekstet janë me gabime drejtshkrimore, gjoja. Nuk janë gabime drejtshkrimore, të dashur shqiptar. Grekët në bylli siç e dëgjonin fjalën tikaj, ashtu e shkruanin. Francezët vinë dhe thonë, kjo nuk është greqisht, dhe e shkruajnë në variantin jonik, francezët, dhe thonë kjo është gjuhë pellazge, pa njohur. Po e pa njohur, nuk e dinin as francezët, as grekët, as shqiptarët, që në Byllis banorët e qytetit kanë folur dialektin dorik, dialekt grek. Është një gjuhë vulgare greke dhe tejkai shqiptohet tikaj. Është zhdukur diftongu në gjuhën vulgare greke që nga shekulli i parë i erës sonë në Aleksandri. Kështu ka lindur gjuha koine. Po kështu është folur edhe në Iliri, pra dhe në Byllis, dialekti dorik. Dhe siç e dëgjon personi në shekullin e 6 ashtu e shkruan. Kjo është gjuha vulgare greke, pararendëse e greqishtes së sotme. Greqishtja sotme ka dalë nga një variant tjetër i folur në Atik, ndërsa ky variant është varianti i gjuhës së Cakonjas, që ngjan kaq shumë me shqipen. Fjala mia e helenishtes është bërë myza në gjuhën e Cakonjas dhe miza në shqip. Diminutivi ka lindur në gjuhën e shqipes dhe Cakonjas. E kuptoni apo jo? Po ashtu fjala pordhi në gjuhën e Atikës është bërë në gjuhën shqipe dhe në gjuhën e greqishtes pontike pordha me a. Dhe këto janë zhvillime fonetike vetëm të shqipes dhe të dialektit dorik, vetëm në këto dy gjuhë. Shqipja është zhvilluar si dialekt dorik, edhe sot e kësaj dite, e kuptoni apo jo? Tani ja kanë folur gjyrshitan greqisht, ju gjeni vetë, po grekët janë tërbuar. Grekët thonë, këto janë qytetet tona, nuk janë qytetet e tyre. Këto janë qytete spartane, flisin dialektin dorik, jo atik. Është një lloj si të krahasosh frëngjishten me italishten. Pra, janë dy popull të ndryshëm. Mi po grekët thonë që gjithsesi greqishta është kjo. I duan prap këto qytete të gjitha. E do e kthejnë Shqipërinë në një Palestinë. Do ta ndajnë Shqipërinë në zona kulturore për të gjetur gjuhën e lashtë pellazge, që është gjuha e shekullit të 6. Gjuha pellazge janë dialektet greke të folura në Iliri. Francezët nuk dinin gjë fare, i korrigjojnë këto në greqishtën zyrtare. Por kjo është gjuha e folur dhe e shkruar nga persona që flasin greqisht. Fjala muret është tikaj në gjuhën e folur të spartanëve, dorike, që nuk ekziston më. Për kësaj gjuhe ka mbetur gjuha e Cakonjas, një gjuhë e folur nga disa pleq, por zhduket edhe sot e kësaj dite. Kjo është historia, të dashur shqiptar, e Iliris. Këto nuk janë dialektet e lashta helene, siç mendonin francezët. Këto janë dialekte të ilirishtes të folura deri në shekullin e 6, përpara se sa të hynin slavët dhe t'i shkatrojnë të gjitha këto qytete, t'i rafshonin me tokën. Dhe emrat e fshatrave janë slave dhe sot e kësaj dite në të gjithë Shqipërinë. Por ishin greke, të dialektit dorik. E kuptoni çfarë të merri apo se kuptoni? Tani është një rrezik shumë i madh për neve, të gjithë shqiptarët, sepse grekët i duan mbrapsht këto, por nuk janë greke, pra janë të Spartës. Po kur Sparta sot nuk ekziston më? Pra, po të jetoni spartanët, do thoni na jepni ne këto qytete, janë tonat. E kanë me dokumente, me tapi. Çfarë është tapia greke? Të gjitha shkrimet të gjetura në Iliri dhe në Kosovë, edhe në Dalmaci dhe në Bosnjë janë greke, janë dialekte dorike. Jo të Atikës, janë dialekte të gjuhës vulgare greke. Kjo është gjuha pellazge. E kuptoni apo jo? Këto nuk janë gabime gjuhësore, kështu e dëgjoni greqishtën. Ilirët dhe e shkruani siç e dëgjoni, tikaj, jo tejkej,
si në greqishtën zyrtare. Pra ky është duali i dialektit të Spartës. Gjuha e byllisit. Dhe këtë unë e kam thënë në filma të tjerë që emri byllis del në një valle spartane, ku ata dilnin të zhveshur komplet, siç dilnin në gjimnaz, gjimnazium quhej palestra. Dhe aty laheshin krejt të zhveshur, spartanët, dhe kërcenin një valle, siç kërcejnë grekët, por e kërcenin këtë valle pa brek. Dhe banorët e Atikës talleshin me spartanët që kërcenin lakuriq. E kuptoni apo jo? Kjo është vallja e byllisit. Edhe në Shqip është organi mashkullor. E kuptoni apo jo? Qyteti i byllisit. Tmer o tmer. Nuk gjej dot fjalë. Dhe tani, e kuptuat çfarë është gjuha pellazge? Janë dialekte dorike të folura në Iliri të dashur shqiptar, po dhe në Kosovë dhe në Bosnjë dhe në Dalmaci. Janë dialekte greke të pastra fare. Dhe ashtu se që dëgjonin grekët gjuhën, ashtu e shkruanin. Pra, sot është dita zyrtare e luftës së ardhshme greko-shqiptare. Grekët do përpiqen t'i marrin të gjitha qytetet shqiptare. Po jo vetëm shqiptare, të Kosovës, të Malit të Zi, të Dalmacis, të Bosnjës, i duan prap. Këtë luftë ata mund ta fitojnë nesër. Këtë luftë mund ta fitojnë mba 50 vjet më vonë. Këtë luftë mund ta fitojnë edhe mbas 1000 vjetësh, siç e fitoi luftën Bizanti dhe i mori të gjitha tokat nga slavët. Mund t'i marrin prap ato toka. Nuk është çështje kohe. Pra nuk do ndodhi kjo nesër. Por që do ndodhi kjo luftë, do ndodhi me gjithmend. Tani që grekët e mësuan që këto janë qytete greke dhe është folur greqisht, ata i duan prap këto qytete. Prandaj, sot duhet mbyllur kufiri me Greqinë urgjentisht. Harojni shqiptarët që janë në Greqi, ata do helenizohen të gjithë. Megjithëse janë helenizuar qysh tani, mbas 30 vjetësh, shqiptari nuk e mbron gjuhën. Pra harojni jeta shqiptar komplet. Haroni shqiptarët në Itali, janë italianizuar komplet, mezi e flasin shqipen. Mbroni Shqipërinë, adheu në rrezik të dashur shqiptar. Mbyllni kufirin me Greqinë urgjentisht sot. Kur them urgjentisht, menjëherë. Gëzuar luftën e re greko-shqiptare të dashur shqiptar dhe mund ta fitojmë këtë luftë. Në qoftë se ju do ta kuptoni që pellazgjishtja është greqishtja vulgare, një lloj si italishtja është latinishtja vulgare. Si do i mundim në grekët? Po të heqim dorë nga pellazgjia. Gjuha pellazge është gjuha e dialektit dorik të dashur shqiptar. Mirupafshim. Ta fitojmë luftën pra. Mos u merrni më me bufat e gënetës. Mirupafshim.